mu nuk do të më interesu atë pëlqen ty, as pëlqen ty që më thonë që tash se në fund të mra më shumë vërtet. Nuk mundesh me përmesu kur çkafën, kur nuk je në gjendje me pranu vetvetet realitetin. Me pranu një herë realitetin për më konë gjendje me përmesu diçka. E realiteti është se na nuk e kemi viktimizu vetveten se situata me Serbinë hala është problematike anekne, po e viktimizojmë vetveten se është shumë ma lehtë mi thon vetit viktim se mi thon vetit ndërtos e ndërmars. Është shumë ma lehtë me viktimizu vetveten se më thon e pranoj përgjegjësitë e mia edhe pe përmirësoj jetën time. Se veç para mendon një herë, kur ti je viktim, për te je spret kërkosh kërgjo, se je viktim, veç ta bën me osa gjëna. Gjithkosh ka mirë kuptim për gjithçka, nëse je viktim. Do të thonë me viktimizu vetveten është shumë ma lehtë se nuk ke kurfar përgjegjësie për gabimet tua, për vendosjet tua, po as për futurën tonë nëse nuk shkon çish ke qef. Me viktimizu vetveten është shumë lehtë, ta lehtëson jetën për shumë sana. Edhe na tonë njohim njerëz fatkeqësisht që i shkon jeta shumë mirë veç se e viktimizojnë vetveten edhe non-stop vjen dikush që i pshton. Se njëjtën on që ka shumë viktima, ka edhe shumë njerëz që kanë qef më kon hero edhe me shpëtu. Po çaj shpëtim, shumicën e kohës vjen me shfryzim, vjen me një pagesë shumë të madhe. Që është ti s'po gjon puna, garant vi se je theme. Ekonomia e keqe, Serbia na ka prish punë. Krejt pelshojnë Kosovën, Europa po na merr nin. Gjithkosh është dikush tjetër fajtur. Me hënë se më thonë, unë s'po gjoj punë se nuk e kam CV që është duhet, nuk kam moral të punës që është duhet, është tjetër gjë, është ma zërmje pranu vetvetit se unë nuk performoj punë që është ishkon duf më performu punë për me mirë mbajt punën. Është shumë ma letë më thonë, ekonomia është e keqe, puna e Europës, se qa di unë në Serbisë politike, se kërkosh njeve s'na dënë, se më thonë, na e kena shfryzu shtetin tonë, politikanët e kanë shfryzu shtetin tonë për shtetin e vetë, për 26 vjet e kanë punë në ekonominë dhe politikën një pikë, se është shumë zërë më bashkëpunu me shtete tjera, është maran mja pranu vetvetet se na jem fajtuar i situatës tonë sot. Shumë ma letë është më thonë kërkosh s'na dënë. Edhe nuk është se rinia lakman me lëshu Kosovën për shkak Evropë. Po lakman, se në vend se me këqyna vetveten, do njerëz e kanë qyrë gjepin e vetë. Në vend se me ndërtu Kosovën, do njerëz e kanë qyrë interesat e vetë. Më thonë edhe këtu apet ja kem bu vetet, s'na ka faj kërkosh. Po më konë viktim është shumë komfort në që është buet, është nxehtë, është mirë, s'pengon kërkosh. Kërkosh thot puna ma shumë, puna ma dis, bën ma kështu gjallënohu, shko aty. Për çmërit ndaj viktime janë zero. Veç merr frymë dhe hap bok, sa në tjetër s'ke kujnë për. E sakt që ashtu është to vepru Kosova. Viktimizimi është se fabrik e justifikime. Gjon justifikime boll, ama justifikimin bazë është gjithë i njëjtë. Unë s'di, unë s'moj. E qa që e kena normalizu këtë stil tjetës, se është shumë zërë tash me dal për qasoj fele, mu vedisu, mu ngrit, mu arrit, mu lakmu, mu arrit diçka për vetveten, mu kontribu diçka për shtet, se nuk jena mësu mu vepru se viktim, non-stop. Viktima e ka e futurës tonë, e futurës të Kosovës. Ti po pagun me futurën tonë, me lirin tonë, me arritje tua në të ardhmen, me potencialin tonë. Se përderisa ti thush vetit viktim ose vepron se viktim, se mi thon vetit viktim, nuk i thon vetit kërkosh, apo veprat janë ashiqare se viktim. Përderisa ti thu vetit viktim direkt a indirekt, ti vepron thuti s'ki kurfar pushtetin jetone. Thuti nuk mundesh sot për sot me ndryshu jetën tonë. Veç jetë prit dikon më të shpëtu. E tani jo jam shfryzoj ja ne jo ne. Ku mos më të shfryzu, kur e bën veten më të shfryzu, e ke bo veten më të shfryzu, se individ ka herë, po edhe se shtet. Kur ti e viktimizon vetveten, pse gjikon dikon që t'ka shfryzu, ti i ke thon hajde shfryzo, se unë jam e gatshme me më shfryzu. Ç'ashtu i ke thon? Nashta edhe ke prit dikon më të i vërtetu vujtjet, më ta thon, po ti ke hek, po mllimesh, po çka ke hek ti s'ka hek kërkosh. E a din çka ndodh gjatë kësaj kohe ku ti vepron se viktim? Ndërtuesi nuk të pret. Ai nuk thot hajde të pres dikon, derisa edhe ajo është më mirë tani dhe unë ndërtoj diçka e përpres ato sa jo është keq. Ndërtuesi nuk pret. Ndërtuesi as nuk pret ty, as nuk e pret situatën politike më përmirësu, as nuk e pret situatën ekonomike më përmirësu, po i gjon mënyrat e veta çat situatë që është ç'është, me çato mundësia që ekzistojnë. Ndërtuesi nuk e pret kërkon, po e ndërton jetën e vet sipas mundësive. Normal mundësiat kërkan nuk janë gjithë njëjta, edhe nuk janë gjithë të mira, po gjithë ka mundësi, edhe kuft e vogël. Ndërtuesi e gjen çat mundësi të vogël, si kuft e vogël ose e madhe, edhe e shfryzon, e përdur për të mirën e vet. Është oportunist në çat moment. Ndërtuesi nuk e pret kërkon me pështu, ai e pështon vetveten. Nuk e pret situatën më kon ideale, çka di unë, për më ndërtu diçka, po thjesht vepron. Tani normal është më lehtë më thon, pa që e ka pas njoftësia, ne kneja mbrëmës, edhe më hime njoftësim punë, ti do të më punu po për mi mbajt punën. Edhe nëse dikush ti ka qel dyrt, kërkush nuk e mban kërkonën veç të marr frymë. Gjithkosh do të më performu, do të më kontribu diçka. E që kjo është sakt i vetmi dallim që ekziston
prej individit, po edhe shteteve që ndërtuajnë edhe shteteve që vdesin kadal-dale. Ose dikush që e viktimizon vetveten dhe pret dikon me pështu dikush non-stop, ose një shtet ose një individ që nuk e pret kërkonin, nuk thot hajt e pres kujshin e ato e shokën e vërca mërc për mu arrit diçka, po në shon një shans, një oportunitet edhe shkoj. Munona e bëj temen, ja bëj hizmetin, inshallah bëhet mirë. Që ka thonë baba jam, shpreson Zot sa dush, po çu bëhet në puna. Edhe again, kjo vlen ham për individ, po edhe për shtet. Asnjë shtet nuk u ndërtu tu e prit kujshin minimum. Asnjë shtet e asnjë individ. Veç para menoni Kosovë, kur na ishim kon gjendje me vlerësue, me respektu të kalumen, për mos më ka për ta. Mja bo hizmetin e venin, muzeje që shi takon, po mos më identifiku me të kalumen, për më identifiku me tardhmen, më ka për tardhmen. Po Kosova ish konkret tjetër ka, më mnigu mu. Kretë zimbolet e uqekës, e luftës, e armet, e gjakot, e vrasja, e dekja, e vujtja, du të më zhduk prej djetës ditore për më këfjell popullata. Popullata dhe mja nisa pet më merë ma shumë me vetveten, vetvetja e sodit. Kjo nuk do të thotë se nuk ka ndodhë senet këqia në luft, edhe nuk do të thotë se unë s'pja bëj respekte na pe mohaj qa ka ndodhë. Jo, e ka venin e vet në muze, në historin, libra, në dokim. Po pse më pagu me të ardhmen? E vetë mja pyetje që do t'ja po vetvetet është çka jom të ndërtu sot, ose në vetvete, ose në familje, ose në punë, ose në politik, ose në të ardhmen tem. Çka jam të ndërtu për vetveten, po edhe për Kosovën? Çka jam të ndërtu? Jo kush jam kone qa kom herë, po çka jam të ndërtu? Çka jam të kontribu edhe ndaj shkafit? Identiteti jot është i ka për të ardhmen. E gjithçka tjetër është thjesht justifikim për demelhona. Kush je ti e çka ndërton të jetën tone është shumë më e ka për identitetin tënd se e kalumja. E kalumja është thjesht justifikim për demelhona, për pretesë, për viktimizim. Nëse po them se s'ke vujt, mu vujt kem vujt ton. E tash çka? Çka po bojmë?